Të dashur delegate dhe delegat të kuvendit më madhështor, më të bukur, më triumfues, më mahnitës në historinë e pluralizmit shqiptar këto 30 vite. Kuvendit që mblidhet si monument i lirisë shqiptarve. Kuvendit që mblidhet si monument i rithemelimit Partisë Demokratike. Kuvendit që mblidhet si monument madhështor i rithemelimit të Partisë Demokratike. Kuvendit të parë në histori të kultit të antarit të Partisë Demokratike, të kultit të lirisë të antarit të lirë. Qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, ju përshëndes sot nga kjo platformë, në të cilën ne vendosim të rithemelojmë forcën e madhe politike të Partisë Demokratike. Ta shtrojmë atë në partinë e idealeve tuaja me fisnike, në partinë e vlerave konservatore me të rrira, në partinë e interesit kombëtar, në partinë e integrimeve të fuqishme euroatlantike, por mbi të gjitha në partinë e qytetarit, në partinë e antarit, në forcën politike që nesër në pushtet, do ketë në epicendër qytetarin shqiptar, hallet derdhët interesat e tij, në forcën politike që nesër në pushtet, do rivendos në shoqëri vlerat më të mëdha, më të çmuara, lirit dhe drejtat të individit, dignitetin njerëzor, familjen shqiptare dhe vlerat e saj, ekonominë e tregut, pronën, qeverisën e vogël, taksat e ulta, rritjen e rrogave dhe pensioneve, do ketë në epicendër shtetin ligjor, barazin para ligjin, të gjithë në ligj. Ky është apeli juaj, kjo është thirrja juaj sot nga ky tubim i jashtëzakonshëm, nga ky kuvend i pashembull në histori. Ky kuvend sjell Partinë Demokratike në themelet e saj si forcë politike e vokacionit perëndimor të kombit shqiptar, si forcë politike të interesit kombëtar, që sot vuan më shumë se kurdoherë tjetër që nga diktatura komuniste. Miqtë e mi, të dashur delegate dhe delegat, me lejoni sot në emër tuaj të përulem me mirënjohje të pakufishme
ndaj studentëve dhe studentëve liberator të dhjetorit 90, që u ngritën si luaj të vërtet, me në krye prisin e tyre legjendar Azem Hajdari, dhe zhvillur në rrugët e Tiranës një betej që ngjasonte më shumë se çdo betej tjetër me atë të Davidit kundër Golias. Në një anë, studentët me gjokse e tyra të nxjerra, me vullnet e tyre të hekurt, në anën tjetër diktatura, me tanke, blinda dhe mitroloza. Studentët nga dhënjën, gjunjëzuan diktaturën, themeluan Partinë Demokratike të atyre vlerave që ne sot rivendosim përsëri në themelet të saj. Më lejoni pra të përshëndes me mirënjohje të thellë të gjithë ata që themeluan Partinë Demokratike, që përmbysën diktaturën komuniste në Shqipëri, ata të cilët me ndershmëri për kushtim të madh hodhën në Shqipëri themelet e rendit të ri demokratik, ekonomisë së tregut, nxorën Shqipërinë nga izolimi dhe nata me thellë e tij, e lidhën, e rrjeshtuan me vendet e mëdha të lirisë, Shtetet e Bashkuara dhe miqtë e tjerë të mëdhenj në Perëndim. Më lejoni të përshëndes të gjithë ata demokratë dhe demokratë, të cilët në kulmin e rebelimit komunist në vitet 97 qëndruan të pamposhtur, qëndruan në parimet e tyre, u përballën me rebelimin dhe me frymën e bashkimit, me programin e mrekullueshëm, me hapjen e saj, Partia Demokratike u rikthye në pushtet dhe në 8 vite ndryshoi këtë vend më shumë se të gjithë 10 vjeçarët dhe shekujt para saj. Të dashur delegatë dhe delegatë, sot nga kjo platformë duhet të përshëndes përzemërsisht forcat konservatore në Europë dhe në botë, në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Mitingu ynë, kuvendi ynë, sot është ngjarje historike për ata dhe konservatorët kudo që ndodhen në botë. Sepse ai mblidhet si kuvend shpëtimtar i vlerave të mëdha që ne ndajmë me ta kudo që janë, sepse ai mblidhet si kuvend i cili përballet me sukses i vendosur të rrëzojë narkoshtetin në Shqipëri, por i vendosur gjithashtu të ngre Partinë Demokratike dhe
si parti konservatore në pjedestalin që meriton, duke u përballur me mafjen më të rrezikshme të planetit, mafjen e arbikut tegër të interesave kombëtare të shqiptarëve, të demokracisë shqiptare, multimiliardierit George Soros. Të dashur delegatë dhe delegatë, ne mblidhemi sot për të rithemeluar Partinë Demokratike në një kohë kur me gjithë trashëgiminë tonë të shkëlqyer në historinë e shkuar, pa mohuar gabimet dhe defektet, ne erdhëm në vitin 21 të këtij shekulli para një alternative shumë të rëndë. Partia që antarësoi Shqipërinë në NATO, që u faktua lokomotivë e integrimit, partia që dha kontribute historike në pavarësinë e Kosovës dhe lirinë e shqiptarëve në Shqipëri dhe kudo. Partia që hodhi bazat e ekonomisë së tregut, e projekteve të mëdha energjitike dhe në të gjitha fushat. Partia qeveria e cilës ngriti shqiptarët nga lëngata ku derdheshin në grupin e kombeve më të varfra, në grupin e kombeve me të ardhurat të mesme të larta. Qeveria e kësaj partie futi Shqipërinë në rrugën e zhvillimit të shpejtë. Ajo bë një avokate e fuqishme e interesave të shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë dhe kudo në botë. Ajo ndërtoi marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian, Italinë, Gjermaninë, Francën, Britaninë e Madhe, Greqinë dhe shumë Austrinë dhe shumë vende tjera. Kjo parti arriti në vitin 2021 si një forcë politike e cila krijonte përshtypjen se ndodhej para alternativës to be or not to be, të jesh apo të mos jesh. Po si ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo? Miqtë e mi, në vitin 2013, Partia Demokratike pas 8 vitësh në qeveri, humbi zgjedhje, njohu, realizoi rotacionin e pushtetit, kryetari i saj dha dorëheqje, ashtu siç i takon çdo kryetari partie kur humbet zgjedhje. Në krye të Partisë Demokratike erdhi përfaqësuesi i gjenerate të re, i cili në vend që të fuqizonte Partinë Demokratike bëri të kundërtën e saj. Lulzim Basha në 8 vite de facto u faktua vetë si një kalt opozitar.
A i nisi drejtim në partisë, duke u përkullur në kundërshtim me ligjet, kushtetutën, fuqinë e pakufishme të forcës që drejtonte, duke u përkullur para regjimit të Edi Ramës. 2 vite pas i dorëzuar pushtetin, Edi Rama i bllokoi çdo projekt të madh Bashkisë Tiranës. I bllokoi bulevardin, i bllokoi sistemin e lumit, i bllokoi vendosja tramvajt, sistemin antimodal, sistemin multimodal. Të gjitha këto projekte të mbështetura fuqimisht nga qeveria e Partisë Demokratike, duke patur një armatë të tërë demokratësh, duke disponuar bashkinë më të madhe të vendit. Kryetari ynë nuk lëvizi një gjethe në protestat fuqishme në Tiranë dhe t'i vinte Edi Ramës kufirin teksana të qëndronte i pamposhtur për vete, për ju, për qytetarët e Tiranës. Zinxhiri i gabimeve të tij erdhi gjithnjë, duke u trashur. Çdo nismë që nisi, si me deus ex machina, e ndërpreu me urdhër, të cilit të kujt askush se din. Çdo protestë që nisi, nuk e sosi kur me sukses. Bëri prita politike kundër bashkëpunëtorëve të tij, personaliteteve që kishin kontribute historike në këtë parti. Në 8 vite, bëri gjithçka për të ndërtuar monumentin e bashkizmit, por në fakt ndërtoi monumentin e hiçit. Në 8 vite, ne përfunduam si një forcë politike që nuk shifte asnjë fitore. Partia Demokratike i shëmblente tashmë një druri të thatë që nuk gjelbron as verë dhe as njëherë. Partia Demokratike pas zgjedhjeve të 2021-shit, të cilat ai i shpalli masakre elektorale dhe ato të tilla ishin, mbeti jetime. Vote 620.000 shqiptarëve mbeti jetime. Sepse Lulzim Basha u kujdes para zgjidhtash për karrikën e tij. U kujdes para zgjidhtash për marrëveshjen me kreun e Meduzës. Vendosit sistemon të Partinë Demokratike, ta shtron të atë në një fasad opozit, në një shtojës të vërtet të narkoshtetit shqiptar. Pasi tradhtoi votën tuaj, pasi tradhtoi votën e 120.000 shqiptarve, ai
vazhdoj në rrugën e tij, duke kryer krimin më të shëmtuar që një udhëheqës politik mund të kryejë, shkelmimin e sovranitetit të Partisë Demokratike. Dorëzoj sovranitetin për të shpuar kokën e tij, sepse Burracak nuk kishte karakter të jepte dorëheqjen. Pas kësaj, ai shkelmoi në vazhdim statutin, instaloi në krye të Partisë Demokratike forume antidemokratike, përjashtoi drejtues të saj nga funksionet drejtuese pa asnjë konsult, pa asnjë analizë. Sulmoi në mënyrë të verbër partnerët tanë të shkëlqyer, forumin rinor të Partisë Demokratike dhe lidhjen demokratike të gruas. Në 8 vite, Lulzim Basha, Partinë e Vlerave Konservatore, e spostoi majtas dhe vetëm majtas. Ai ngushtoi hapësirat totale për të përndjekurit politik. Ai ngushtoi hapësirat për pronarët. Shtylla të mbijetesës në kohrat më të vështira të kësaj partie. Dhe në fund, me qëndrimet e tij, dëshmoi se jo vota, jo vlerat e demokracisë në partinë që drejtonte, por parimet e partive të majta ekstremiste ishin pasioni dhe vullneti i tij. Miqtë e mi, në këto kushte, të shumt ishin ata që besonin se Partia Demokratike duhet të shkrihej. Se Partia Demokratike është një forcë që mbaroi misionin e saj. Se ajo është një forcë që nuk fiton dot, që shtruan një dekor të regjimit, që certifikon vjedhjen e zgjedhjeve, por mbi të gjitha, certifikon vrasjen e shpresës shqiptarëve. Për të gjitha këto, arsye themelore, demokratë dhe demokratë në mbar vendi u bashkuan me nismën shpëtimtare të foltores, dhe ata vendosën me diskutimet e tyre, me debatet më të lira që ka njohur vendi në 30 vitet e fundit, me përkushtimin më të madh, si njerëzit më të lirë të këtij vendi, të rithemelojnë forcën politike të tyre, të rithemelojnë Partinë Demokratike, të cilën sot ne de jure e bëjmë realitet. Miqtë e mi, foltorja ishte uragani që kaloi nga qyteti në qytet, nga salla në sallë,
dhe që pushtoj mendjen zemrat e shqiptarve në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Preshev, emigracion dhe diaspor kudo që janë. Kur do njëherë shqiptarët nga 90-ta gjersot nuk kanë ndjekur më me pasion, më me pasion, më me interes, më me dashuri, se që kanë ndjekur foltoren e demokratëve shqiptarë. Foltorja ishte institucioni lirisë, në të cilën ju debatut, muart përgjegjësi dhe kërkuat që Partia Demokratike të rithemelohet mbi vlerat, parimet dhe statutën e saj. Foltorja faktikisht rithemeloi partin e lirive tona, ekonomisë së lirë tregut, e vlerave konservatore, e interesit kombëtar, e dignitetit njerëzor. Ndaj dhe sot, unë duhet për ule me ndërim të madh para atyre 10.000 qytetarëve që me guxim mbushen sallat, para atyre mijëra delegatëve që me firmën e tyre bën të mundur mbledhjen sot të kuvendit më të jashtëzakonshëm në historinë e vendit. Miqtë e mi, ne jemi dhe mbetemi parti e vokacionit perëndimor të kombit shqiptar, e parashikuar kjo në mënyrë geniale në doktrinë e shqiptarësisë rinasve tanë, e ushtuar kjo nga zemrat e rinisë studentore tek brorishtë e duam Shqipërinë si Europa. Për ne, Shqipëria në Europë mbetet objektivi më madhor i programit tonë. Ne filluam këtë rrugë në kushte të vështira, kundër nesh narkoshteti me milionat e milionat dhe falangat e tij. Kundër nesh pen kryetari me të gjithë mbështetjen e qeverisë. Por mjerisht, ne u përballëm me një ndërhyrje të pa shembull, brutale, të diplomatëve dhe zyrtarëve nga një vend mik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me këtë rast, unë duhet të theksoj dhe të them këtyre zyrtarëve se ne jemi një komb i vjetër në historinë tonë, pa kush më shumë se ne
ka patur të bëjë me superfuqitë e kohrave, nga lashësia gjerësot. Bashkimi Sovjetik ashtu se cilësoj në mënyrë geniale presidenti Reagan, ishte prendorie të keqes, ishte superfuqia e totalitarizmit, e degradimit të njeriu, e mjerimit, e dhunës, terrorit, e kundëret e tij janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prendorie e lirisë, e vlerave, vendi i madh i lirisë ka bërë për lirinë e shqiptarëve më shumë se çdo vend tjetër në botë, por vendi i madh i lirisë ka bërë për lirinë e botës gjithashtu më shumë se kushdo tjetër. Është e trishtuar, e dhimbshme të shohësh ambasadorën e Shteteve të Bashkuara të sillet si guvernatore, një lloj si dikur ambasadori sovjetik në Tiranë. Miqtë e mi, prendorit pra ndryshojnë si nata me ditën, por mjerisht, burokratët dhe njerëzit në njëherë e harrojnë këtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, me dekretin e tij, dekreton në këtë vend një ambasadore, përfaqësuese të vlerave të kombit ti të madh, të interesave të lirisë, demokracisë dhe sigurisë së këtij kombi. Por çfarë ndodh? Çfarë ndodh këto vite? E pa imagjinueshme. Në kulmin e mbulimit me drogë të Shqipërisë, me pjesëmarrjen e policisë, përfaqësuesi i vendit të madh të lirisë përgëzon policinë për luftë e suksesshme kundër drogës. Po çfarë ndodh? Në kulmin e korrupsionit dhe shtrimit të Shqipërisë, në protektorat të krimit të organizuar, përfaqësuesi i vendit të madh, ligjërata të tëra në mbështetjet narkoqeverisë dhe merret nga mëngjesi gjë në darkë, duke sulmuar opozitën dhe qendrimet e saj. Në një kohë kur, me shumë të drejtë, propozohen dhe ndëshkohen nga drejtësia trafikant të markave të ndryshme. Një trafikant tjetër me pushtet dërgohet në shtëpinë e bardhë dhe kur kthehet e vendoset para drejtësisë, procesi i këtij trafikanti shpallet si proces politik i kohës së diktaturës komuniste. A nuk janë këto standardet më të dyfishta? A vinë këto nga shteti ligjor i Shteteve të Bashkuara, nga vendi i lirisë? Jo, absolutisht jo. Këto vinë fund e krye nga mafia e George Sorosit. Miqtë e mi, edhe më keq akoma, një ditë në maj të këtij viti,
Departamenti i Shtetit shpall non grata Sali Berishën, 8 vite pasi kishte dhënë dorëheqje nga çdo rol. Njeriu që ishte lavdruar më shumë se nga kushdo tjetër në administrata e Shteteve të Bashkuara për luftën me sukses kundër korrupsionit. Shpall non grata, njeriu i cili gjatë gjithë jetës tij nuk kishte patur kur një akuzë të ngritur ndaj tij apo familjarëve të tij për korrupsion. Shpall non grata, një njeri i cili kishte bërë gjithçka në luftën kundër krimit dhe korrupsionit në opozit. Por më lejoni të shtoj, shpall non grata një njeri i cili 31 vite më parë në drejtim të kësaj partie kishte përmbysur në Shqipëri diktaturën me stalinistët e Europës. Kishte hedhur bazat e ekonomisë tregut dhe shtetit ligjor. Në qeverinë e tij kishte ashënuar transformimet më të mëdha në historinë e këtij vendi. Në qeverinë e tij kishte realizuar marrëdhëniet më miqësore me vendin e madh të Lirisë. Në qeverinë e tij kishte shënuar projekte të mëdha të shekullit në fushën e energjisë dhe fusha të tjera, antarësuar Shqipërinë në NATO dhe kishte mbështetur pa kushte në të gjitha rastet, në çdo rezolut, në çdo forum ndërkombëtar, qëndrimet e Shteteve të Bashkuara në fushën e sigurisë dhe paqes. Dhe sfundi, njeriu që për të gjitha këto ishte votuar nga shqiptarët, një komb i vogël, por në 30 vite ishte votuar në përqindje aq shumë sa zyrtarët dhe burokratët në fjalë, as në ëndër nuk i kanë parë. Çfarë do bëja unë? Miqtë e mi në këtë rast, në vitin 2013, shumë nga ju kërkuat që të mos hipja dorëheqjen. Por keni marrë nga unë vetëm një përgjigje. Digniteti im e kërkon që unë t'jap dorëheqjen, por dhe digniteti juaj e kërkon që unë t'jap dorëheqjen si përfaqësuesi juaj. Dhe unë ju kam thënë ju të vërtetën. Po të shkojmë në tutje 32 vjetë të shkura, në një natë të zezë dimri, unë kisha marrë një vendim, dhe ky vendim ishte dilja të përballesha me diktaturën. Dhe kjo, jo kur për të bërë politikan apo president, por vetëm për të bërë njeri me dignitet. Dhe ajo është vendimi me rëndësishëm i jetësime. Ndaj dhe unë nisa betejnë time, po aq i vendosur, si 32 vjetë më parë, të bëj gjithçka për dignitetin tim, në sallën e gjyqit, në transparencë, dhe
Ka muaj dhe muaj që pres. As një fakt, as një dokument, as një provë. Për faktin e vetëm se nuk ekziston, Edhe njerë nga kjo salë, unë bëj thirrje zyrtarëve të departamentit të shtetit të çojnë në Paris çdo fakt, dokument, provë që kanë, të bëjnë publike që të gjitha, dhe u siguroj ju para jush këtu, se unë marrë çdo vendim, ndaj vetës sime. Jam mirënjohës miqve në Europë dhe në Shtetet Bashkuara për qëndrimet e tyre ndaj këtij vendimi, por i ftoj dhe ata dhe cilin do mbi tokë që ka një provë të vetme, ta paraqes publikisht Sali Berisha merr vendimin e duhur. Në të kundërt, duke qëndruar i përunur pafundësisht para të vërtetës, do vazhdoj pa thyeshëm misionin tim. Si besimtar i Zotit dhe dignitetit njeriu, beteja ime për i vendosjen e dignitetit tim nuk do ndalet kurrë. Ftoj zyrtarët e departamentit të shtetit të rishqyrtojnë vendimin e tyre, sepse arroganca dhe gabimi nuk janë virtute të njerëzve të lirë. Unë ju garantoj ju se do vazhdoj i palkundur misionin tim së bashku me ju. Për të përmbysur narkoshtetin në Shqipëri, do vazhdoj i palkundur misionin me ju, për të rikthyer Shqipërinë pushtet Partinë Demokratike, si parti e vlerave të lirisë, si parti që në epicentër ka qytetarin dhe interesat e tij, si parti që do integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, si parti aleate besnike të NATO-s, që s'do lejoj kurrë që Shqipëria të bjerë në zona tjera influence përveç Aleancës Atlantikut Veriut dhe Bashkimit Evropian. Të themeloj Partinë Demokratike si parti e interesit kombëtar që do shtrojë Shqipërinë në vendin e shpresës shqiptarëve, do shtrojë Shqipërinë në vendin e bekuar për ata, në vendin ku ata do ndërtojnë të ardhmen, për vete e fëmijët e tyre, t'i japi fund spastrimit etnik, politika anti-shqiptare të Çubrilovicit shqipfolës Edi Rama. Partia Demokratike ngrihet fuqishëm si parti e interesit kombëtar, e cila do t'i jap fund hegemonisë së kriminalëve të Beogradit në Shqipëri dhe Ballkan. Ne jemi për marrëdhënie normale, punojmë për paqe dhe stabilitetin, por grupi kriminal që udhëheq sot Beogradin është inspirator kryesor i genocidit
Serb në Bosnje, në Kosovë, mohon genocidin ciklik ndaj shqiptarve dhe duke përdor veglat e tij në Tiranë dhe Shkup, ka rrethue Kosovën në një darë me të cilën kërkon t'i zërë frymen. Asnjëherë Tirana, që nga kohën Vërhosh Gjersot, nuk ka qenë si sot epicentër e luftës ftohtë kundër Prishtinës. Ballkani i hapur, i konkretizuar me aleancën trilaterale Beograd-Shkup-Tiranë, është Ballkani i hegemonisë serbe, është Ballkani i influencës i zonës influencë direkt ruse, është Ballkani i interesave antikombëtare, është i interesave anti-europiane, është projekti që kërkon të zëvendësoj për shqiptarët kombet tjera, për europianët, procesin e Berlinit, me procesin e Putinit. Na edhe ne zotohemi t'i japim fund këtij procesi. Paralajmërojmë Gebelsin e Miloševićit apo Slobodanin e ri. Për Ballkanin e hapur mos mendo të vish ndonjëherë në Tiranë. Sheshet dhe rrugët do t'i kesh plot kundër teje. Qëndrim armiqësor mban narkoshteti shqiptar ndaj emigracionit dhe diasporës sonë, e cila në të gjitha aktet e mëdha të historisë ka luajtur një rol palësor, por dhe këto 30 vite ka qenë aksioneri më madhor në ndërtimin dhe rindërtimin e Shqipërisë dhe arritjeve që kemi. Diasporës dhe migracionit shqiptar, dhe më lejoni t'i përshtes këtu përfaqësues të tyre që kanë ardhur nga të katër anë të Europës dhe Shtetet e Bashkuara, të përulen me një njën më thellë para tyre. I garantoj se Shqipëria në qeverisë e ardhshme të Partisë Demokratike do rivendos të drejtën e votës si të gjitha vendet tjera të qytetëruar për ata. Se Shqipëria do të shndrohet, do mbetet, më falni, jo vendi i dytë, por gjithmonë vendi i parë, më i dashur, më i çmuar për ata. Do bëjmë gjithçka për një kuadër ligjor që mundin djersën në investimet e tyre t'i sjellin në Shqipëri ekspertizën e tyre të çmuar ta japin për vendin e vet. Miqtë e mi, ne jemi para detyrave të mëdha. Këto detyra kërkojnë nga ne pas gjithash rikthim në lirisë në familjen tonë, rikthim në Partisë Demokratike në shtëpinë e lirisë. Kërkojnë bashkimin tonë. Sot ne u mblodhem këtu 9.435 delegatë. Shpreh respektin dhe nderimin tim në të madh për të gjithë delegatët që për arsye shtetësore, për bllokim rrugësh,
kanë shpatur dëshirë të madhe të jenë midis nesh dhe s'kan arritur. Për të gjitha ata të cilët për skepticizmin apo arsye tjera nuk janë bashkuar sot në këtë forum, i garantoj se ne mbetemi të hapur për ta, se ky kuvend është dhe i tyre, se kontributi i tyre do mbetet gjithmonë i çmuar. Le të bashkohemi, të mos shkojmë pas atij që konsiderohen partinë si pronë personale, të mos shkojmë pas njeriu që s'ka asnjë normë përveç pabesisë, të mos shkojmë pas drejtuesit që kalon nga disfata në disfat, nga humbja në humbje, nga dështimi në dështim. Demokratët dhe demokratë meritojnë fitore, meritojnë të ardhme. Vizioni i tyre për Shqipërinë është vizioni më i shkëlqyer. Rroft Partia Demokratike e rithemeluar. Rroft Shqipëria.